Materiali radhës ka të bëjë me njërën prej deputeteve të Kuvendit të Kosovës. Si nis një ditë e saj, me kë shoqërohet ajo. Dhe a ndikohet nga fyerjet që i bëhen ndonjëherë në media. E kam fjallën për Ganimetë Musliun, e cila vjen sonte në prive, enkas për të na shpalosur se si fillon një ditë e saj dhe me çfarë merret ajo më së shumti. E ndjekim bashkë një material të përgatitur nga Maki Bajrami. Mëngjezi fillon në tingujt muzikor të mikës së saj, të cilët e përcjellin deri në parkun e Gërmis, njëherë destinacionin e parë për të. Me shumë energji, deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-s Ganimetë Musliu bën ecje në natyrë, pa të cilën nuk mund ta paramendoj. Shkrimeve, artikujve lidhje me të në këndvështrime të ndryshme, ajo asnjëherë nuk është dorëzuar, e as që ka ndërmend të largohet nga politika. Sa gjatë paramendon vetën në politikë? Deri në penzion. Gjithsesi, i rëndësishëm për të është edhe raporti me kolegët e saj, përveç se e ka mirë thuajse me të gjithë, disa nga ta shpeshherë i takon edhe jashtë orarit të punës. Nga kolegën politik, unë kam raportet mira me deputetë dhe deputete. Nuk është që dalë shpesh mas politikës me ta, po në aktivitete ndryshme shifemi, takohemi, po ka prej aty nëse dalë pi kafe dhe ndihem mirë kur jam kesimet. Për shembull në këtë mandat, ndihem jashtëzakonisht mirë me kolegen time kur dalë, është Lulita Veseli, është deputete e re. Po ka dhe deputete tjera të cilat janë Selvia Alini, Safete Adërgjona, në cilat e kemi nisë bukur moti aktivitetin partijak. Ganimetë Musliu, e cila konsiderohet si një femër e fortë në karakter, gjithmonë është munduar të jetë motiv për të rinjët, e sidomos vajzat. Vetë rrugtimi im mjetësor, domethënë, lindja në një fshat Busi Çavicës, një vend rural.
mundësia që më shdonë mu pastaj të shkollohen, të edukohen. Jam mundu edhe në shkollë kër kam shku që mos t'jem unë ajo fotografia e keqe në shkollë që pastaj prind tjerë mos t'i lejojnë vajzat me shku në shkollë. Njëjtën gjë mundohem me bo vazhdimisht. E për dallim nga jeta politike, jashtë detyrës zyrtare, Ganimetja është tjetër personalitet. Kur jem shku në klasë parë se kum ditë emrin tem, se më thërë ke mësu si Ganimet edhe unë su përgjithsha. Familja ngusht, rrethi dhe shoqënia më thrasi ngone, me o. Ndërsa rrethi gjërë, tash edhe ju mediat ja keni nisë ma shumë më thirë një gane. Po, kur më thirë dikush gone, e ndjej shumë afer, sepse jam mësu më thirë familja edhe meqtë. Po tash, ka njerë pju imponohet edhe familjes, jem mësu për më thrasin gane, ka njerë edhe ku mba shprejnës për përgjishna. Tiparet e saj përputhen me ato të një femre të ndjeshme, e hareshme, e shoqërueshme mbi të gjitha personi thjeshtë e pa komplekse. Unë nuk merr nga rregullesh në sport, do thot përveç ecjes. Po më pëlqejnë sportet, do thot më pëlqen volejbolli për shembull. Kam lujt për para volejboll, jo me na ekip të famshëm, po me vajzat e shkollës, po edhe të fshatit. Unë pëlqen skijimi shumë, unë pëlqen sportet e ujit, po bjeshkataria më pëlqen shumë. Do thot, qoftë edhe sporti i motorista, edhe hiç nëse unë nuk e praktikoj vetë, veç kur i shoh e ndjej një farë adrenalini. Përveç sportit, ajo ndëgjon edhe muzikë, e popullorja pa dyshim se mbetet ndër zhanret më të preferuara. Për dikan mundet me tingullu demodej, po një njëri që nuk e nje kulturën edhe artin e vetë, do thot nuk mundet as me dasht edhe as me respektu kulturën e huj. Kur udhtoj ma shumë me makinë, kam gjitha zhanret. Kështu që ndash arktuse, ndash popullore, ndash hip-hop, R&B, gjitha. Po muzikë të huja, ndëgjon me herë? Ndëgjoj, ndoshta jo dhe shumë shpesh, po ndëgjoj. Besoj që jem ba këngëtar tonë të mjaftueshëm edhe me vlerat mëdhaja, s'po kem nevojë shumë që ndëgjoj muzikë të huj. Po me gjithat ngojher pas here, më pëlqen ka njerë ngoj muzikë gjermanisht. Se dim flen ashtu. E sa i përket jetës private, Gania vazhdon të mbajtë të njëjtin status. Disa gjana nuk kisha dasht të baj planifikime, unë e du spontanitetin jetë dhe çka do që të sjell jeta jam e gatshme ta pranoj, por megjithatë thash edhe njerë është diçka që më takon veç mu, kështu që nuk kisha dasht me hima tutje.